Suksesi nuk është një trofe, sepse suksesi arrihet rregullisht, çdo ditë, çdo muaj, çdo vit. Për të patur suksesin që ne kërkojmë, duhet kohë, duhet punë, duhet dhe shumë sakrificë. Por e mira e suksesit është që ne të gjithë mund të arrijmë. Gjithmonë më ka ngacmuar ideja e zbulimit personal dhe njerëzor të personazheve të suksesit. Kam dashur të kuptojnë si e kanë jetën, si marrin vendime, çfarë tekash kanë, po mërzin, trishtimin, kur ata janë meskin dhe kur ata janë të vërtetë. Në fakt, këta personazhe, ai ka ndryshuar fama, thelbi karakterit ka ngelur njësoj, si janë ata tani? Besoj se edhe ju ndani të njëjtin mendim, apo jo? Na ndihni çdo të premte, ora 20:30 në kanalin zyrtar Albanian Excellence. Ju mirëpres.